Mary Edith Durham nuk kujtohet thjesht si një udhëtare, shkrimtare apo antropologe, por si një zemër e madhe që i dha zë një populli që aso kohë nuk kishte askënd që ta mbronte. Ajo solli dritë në një hapësirë të harruar nga bota, mbajti shënim historitë tona me ndeshmëri dhe shkriu pjesë të vetes në fatin e shqiptarëve. Durham u bë mikja jonë më e madhe, me sinqertja, gardiane së vërtetës sol dhe një zë që nuk u lodh kurrë, se na mbrojturi kur pa drejtësit na rëndonin supet. Sot e nderojmë si një figurë që na deshti pa kërkuar asgjë, që na kuptoi për te fjalëve dhe që e ktheu misionin e saj në një testament misie të përjetshme. Kujtimi i saj mbetet një dritë e qëndrueshme, një shenjë mirësie që na kujton se ka njerëz që i kalojnë kufijtë e kombit për të shërbyer të vërtetën dhe njerëzimin. Mary Edith Durham është një nga figurat më të dashura të historisë sonë, një huaj që u bë shqiptare me shpirt, një grua që deshti këtë vend me një përkushtim që pak prej nesh ja kemi dhënë vetat dhe jot. Lidhja e saj me shqiptarët nuk ishte thjesht etnografike, as thjesht misionare. Ishte një lidhje emocionale, morale dhe njerëzore, që e ktheu në një prej zerave më të rëndësishëm të mbrojtjes së kauzës shqiptare në fillim të shekullit 20. Kush ishte Edith Durham? Mary Edith Durham lindi në vitin 1863. Ishte një nga ato figura të rralla që historia i sjell si ura midis kulturave, popujve dhe botëve që përndryshe nuk do të takoshin asnjëherë. E lindur në një familje intelektuale londineze, ajo rrit në një atmosferë arti, muzike dhe edukimi rigoroz, ku pritej që gratë ishin të kulturuara, por kur të mos dilnin jashtë kufive të normes. Edith Durham, që në rini e thyen këtë pritshmëri, fillimisht u formua si artiste, studioi pikturë dhe vizatim në Royal Academy of Arts, ku shfaqi talent të spikator për portretin dhe vizatimet etnografike. Për shumë vite punoi si ilustratore, kontriboi në revista dhe u përfshi në rrethanat artistike të Londrës viktoriane. Ajo ishte një shpirt i ndjeshëm ndaj bukurisë, detaj dhe finesës që kërkon arti, por njëkohësisht edhe një shpirt i shqetësuar që nuk mund të gjente paqe në botën e rregullt të salloneve londineze. Shëndeti i Mary Durham përkesohet rreth moshës 30 vjeçare. Mjekët e rekomanduan udhëtime të gjata për t'u qetësuar, për të rigjetur ekuilibrin dhe për të dalë nga streset e jetës urbane londineze. Një udhëtim i tillë e çoi në vitin 1900 drejt Dalmacisë dhe mandej në bretësitë e Ballkanit. Fillimisht një avanturë, pastaj një zbulim dhe më pas një mision. Dhe këtu pikërisht nisi transformimi i saj. Ballkani asaj kohe ishte një vatër konfliktesh, nacionalizmash në përplasje, troshash perandorake dhe varfërie të thellë. Pikërisht kjo dëshirë për të kuptuar, për të depërtuar përtej sipërfaqes, e shtyr Edith Durhamin të zbres në zona se që pak evropian kishin guxim t'i vizitonin. Udhtoje vetme me kuaj, hipi mbi shtigje malore të rrezikshme, u miqësua me fiset hyrën e kullat e malsorëve dhe dëgjoi histori të jetuara mes trimërisë, dhimbjes dhe dinjitetit. Durham u bë një kroniste e pasionuar e jetës së popujve të Ballkanit, veçanërisht e shqiptarëve.
Në çdo fshat ku shkonte vizatonte fytyrat njerëzve, mblidhte objekte etnografike, shënonte rritin e martesave, kodet e gjakmarrjes, këngët, doket e motmotit, mënyrën se si gratë punonin, si burrat vendosnin fatin e fisit. Ajo ishte syri dhe veshi i një bote që Europa e qetë nuk e njente dhe nuk kishte as vullnet ta njente. Në Londër, shkrimet e saj u pritën me habi dhe admirim. Ajo zotronte një stil narrativ të gjallë plot humor, vëmendje ndaj detajeve dhe një thellësi analitike që i bente raportit të saj të pamohueshëm si dokument historik e antropologjik. Me kohë, Eddie Durham u shndrua një nga autoritetet më të besuara të politikës ballkanike, duke e thirrur në debate diplomatike dhe në qarqet akademike. Si lindi lidhja saj me shqiptarët? Në vitin 1900, Durham shkel për herë të parë në Dalmaci, me pas në Maltezi dhe gradualisht zbret në trojet shqiptare. Këtu gjeti diçka që tronditi dhe ma gjepsi njëkohësisht. Një popull krenar, të varfër, të lënë pasdore nga politikat evropiane, por me një dignitet të pathyeshëm dhe një kulturë të egër në bukurinë e saj. Ajo hyrë në zemrat e Alpeve, në kullat e malsorve, në kuvendet e burrave, në odat ku mikpritja ishte ligj. Ul krah grave, dëgjoj tregimet e tyre. Veshi kostumet tona mori emrin mbretëresha e malsorve dhe në shumë fshatra e pritnin si njerën e shtëpisë së tyre. Por mbi të gjitha, ajo bën një zë i palodhur në mbrojtje shqiptarëve, një popull që ajo e patë pa mbrojtur, të shpërfillur dhe të keqkuptuar nga Europa. Ajo nuk ishte thjesht antropologe, nuk ishte thjesht shkrimtare, ishte një ndërgjegje morale, një grua që udhëtoi në zona lufte, që sfidoi paragjykimet e epokës, që shkroi të vërtetën dhe kur ajo i bente armiq. Dhe e beri, sepse ndër shqiptar gjeti një fisnikri të rrallë, një besë që e la pa fjalë, një mikpritje që nuk e kishte njohur kurrë as në Londër. Eddie Durham mbetet sot një emër që ngjall respekt, mirënjohje dhe mall. Ajo ishte arti që u bë histori, ishte kronistja që u bë mbrojtëse, ishte e huaja që u bë shqiptare me zemër. Por çfarë bëri ajo për shqiptarët? Ndihma e saj ishte e pakrahasueshme për kohën. Dokumentoi jetën shqiptare me një saksi të rrallë, zakonet, këngët, besimet, rrugtimin, kodin e nderit, marrëdhëniet fisnore. Gjithashtu, mbrojti qeshtin shqiptar në Londër, në shtypin britanik dhe në qarqet e saja diplomatike. Zëri i saj ishte i fortë, këmbgulës, i argumentuar, denoncoi padrejtësinë që u bën shqiptarëve nga fqinjet dhe nga fuqitë e mëdha. Ajo që bën kontributin e saj edhe më të rëndësishëm është se ajo shfrytëzoi njohjen, lidhjet dhe misht për të siguruar ndihma humanitare. U kujdes për të semur dhe plagosit në kohën e luftrave. Shkroi libra themelor mbi etnografin dhe historinë tonë, ku më i njohuri është Higj Albania e vitit 1913, një thesar i antropologjisë shqiptare. Pse shqiptarët e donin aq shumë Mary Durham? Sepse ajo nuk i pa ata si material studius, por si njerëz. Durham e ndjeu padrejtësinë që rëndonte mbi këtë popull dhe përqafoi si të ishte e saj. Në një letër shkruante: "Shqiptarët janë njerëzit më besnik që kam njohur ndonjëherë. Mikpritja jone preku thellë, krenaria jone frymëzoi atë. Tragjeditë tona zemruan dhe shtyn të luftonte me penë. Ajo vendosi t'i përkushtohej Shqipërisë me devotshmëri si një mision i brendshëm moral."
si e shinte Shqipërinë Edi Durham. E shinte si një vend me plagë të mëdha por me një shpirt të pamposhtur. E shinte si një popull në kufir mes Evropës dhe barbarisë, që meritonte më shumë nga bota. E shinte si një vend të bukur e të egër, ku njerëzit jetonin në kufir mes traditës dhe mbijetesës. Dhe për një grua që kërkonte kuptim, kjo ishte një thirrje. Edhe pse u largua nga Ballkani pas luftës së parë botërore, zemra e saj mbeti gjithmonë tek shqiptarët. Ajo mbylli syt përfundimisht në Londër në vitin 1944, por shqiptarët e kujtojnë ende si një ikon të besës, të miqësisë dhe të mirënjohjes. Në Shkodër, në Tropoj, në Malsinë e Madhe e në Mirdit, emri i Edi Durhamit nuk është thjesht histori, është nder. Në kujtesën tonë ajo mbetet një figurë e bardhë, një dëshmi se miqësia ndërmjet popujve lind aty ku gjuha nuk mjafton dhe ku hyet vetëm me zemër. Edi Durham ishte më shumë se mikish i shqiptarëve. Ai ishte ndër zerat që na bëri komb para se Evropa të na njente si të tillë.